Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sërish sot në vazhdimin e seancës së 39 në përpjekje për të konstituar legjislaturën e 9. Kjo pasi të premtën për herë të 38 dështoi konstituimi i Kuvendit. Deputetët nuk arritën ta votojnë komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ndërkohë, gjykata kushtetuese ka konstatuar se seanca konsultative e legjislaturës së 9 e Kuvendit të Kosovës duhet të përfundojë më së voni për 30 ditë, sikurse edhe herave të tjera RTK do ta bëjë transmetimin e drejtpërdrejtë të vazhdimit të seancës, e cila do të nisë nga ora 11. Seanca sotme e Kuvendit e që është vazhdimi i asaj të datës 15 prill, pason takimin e djeshëm të liderëve të partive politike, thirrur nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, që njëkohësisht është edhe kryeministër në dorëheqje Albin Kurti, partia e të cilit doli fituese nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Por takimi konsultativ pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila kërkoi që brenda 30 ditësh Kuvendi të konstituohet, përfundoi pa ndonjë marrëveshje për dalje nga bllokada. Kurti tha se kandidatja e Vetëvendosjes, deputetja Albulena Xhiu, duhet të provohet që të votohet me votim të fshehtë për postin e kryetarës së Kuvendit dhe në rast se ajo nuk i fiton 61 votat e nevojshme, kjo parti do ta propozojë kandidatin tjetër. Ndërkohë, nga partitë e tjera u tha se votimi i fshehtë është shkelje e kushtetuesës, sepse qartë saktësohet se vullneti i deputetit është i lirë dhe për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit nuk përcaktohet mënyra e votimit. Në orët e vona të mbrëmjes së kaluar, gazetari Valon Sylla është dërguar në mbajtje për 48 orë, me që sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, i njëjti dyshohet për dhunë në familje dhe lëndim të lehtë trupor. Për rastin reagoi ministrja në dorëheqje e drejtësisë Albulena Xhiu, duke deklaruar se dhuna në familje nuk ka justifikim dhe askush nuk është mbi ligjin, ndërkohë vetë gazetari Sylla vite më parë ka qenë cak i sulmeve fizike. Në kuadër të Prishtina Outdoor Festival u përurua përfundimi i mbi 80 kilometra shtigje malore në Gërmi dhe Gollak, një projekt për ecje, vrapim dhe ciklizëm në natyrë. Sipas komunës së Prishtinës, së shpejti do të fillojnë punimet edhe për shtigjet për të verbër. Për të shënuar këtë moment, qytetarët vrapuan simbolikisht 2,5 kilometra në njërin nga shtigjet e reja. Në parkun e Gërmis u përurua përfundimi i shtigjeve të reja për vrapim dhe rekreacion, ku të pranishëm ishin kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, qytetar e adhurues të këtij sporti. Sot po i përurojmë 84 kilometra të shtigjeve që ndërlidh Prishtinën me gjithë Gollakun, pra me pjesë të ndryshme, me fshatra të ndryshme të Gollakut. Pra kemi shtigje të cilat janë të ndërlidhura me ambientin në mënyrë më të mirë duhur, pra intervenimet janë ashtu shumë të sensitive, i kemi të shenjzume, po jo intervenime të mëdha që kishin me pas në element negativ. Gjithashtu u bë e ditur se shpejt do të nisë edhe projekti për shtigjet për të verbër dhe personat me nevoja fizike. Të jetuarit në mënyrë shëndetshme, kështu që shtigjet ne duhet të kuptojmë, nuk hapim shtigjet të reja. Do të shtigjet e vjetra që kanë përdorur marsorët e vjetër në për Gollak, ne i riaktualizojmë edhe i rregullojmë në konceptin e ecjes turistike dhe shëndetësore. Sa i përket shtegut për nevojat e veçanta, për persona me nevojat veçanta, shtegu është pjesë e rrjetit, është projekt ideor. Ne kemi gjetë metodën më të mirë, e cila nuk prek në ambient. Ky projekt ka filluar që 2 vite dhe është bërë punë e madhe, shenzimi dhe hartëzimi i 80 kilometrave shtigje të Gërmis. Këto shtigje kanë bërë që qytetarët e Prishtinës të përdorin jo vetëm luginën e Gërmis, por tash të kenë mundësinë të përfitojnë edhe nga benefitet që ofrojnë shtigjet që janë aktivitetet sportive. Për të shënuar këtë moment, qytetarët vrapuan simbolikisht 2,5 kilometra në njërën nga shtigjet e reja. E për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.